Numri i përgjithshëm i shtrimeve në spitale në vend ka pësuar rënje për periudhën janar-gusht 2025, por sipas të dhënave disa shërbime të specializuara kanë shënuar rritje të dukshme të shtrimeve, veçanërisht psikiatria dhe kardiologjia. Numri i pacientëve të trajtuar nga paketat e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë u rrit me 17.5%. Mjekët paralajmëruan se për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, mungesës së aktivitetit fizik dhe dëmëve të kequshqyrjes, do të ketë tendencë rritëse për simptomat kardiake dhe neurologjike. Prehet një rritje e fluksit pacientëve, sidomos moshat e rrezikora që janë meshkujt mbi 50 vjeç, femrat mbi 60 vjeç, me sëmundje kardiovaskulare. Dhe sidomos edhe pacientët me sëmundje kardiovaskulare po shoqëruar edhe me diagnoza të tjera, siç janë diabeti, sëmundja e sheqerit, astma bronkiale, sëmundjet renale. Po zakonisht në poliklinik 20-30 pacient në ditë është shifër normale tash që kalohet, sidomos moshat e vjetra. Vëret edhe te moshat e reja që kanë kaluar këtë problem dhe janë shfaqur problemet e miokarditit. Miokarditi, që është sëmundje e miokardit, prek miokardin dhe shoqërohet me insuficiencë kardiake. Edhe shërbimi psikiatrik ka shënuar rritje. Për periudhën janar-gusht 2025, numri të shtruarve në spitalet psikiatrike është rritur 36%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës.